Të dashur fëmijë, mirëmëngjesi. Emisionin e sotëm për ju e kemi xhiruar në shkollën fillore Vllazërim Bashkim në Dibar. Është kjo një shkollë ndër më të mëdhat në Republikën tonë me një numër nxënësish që kalon mbi 3000 sish. Mësimi zhvillohet në të dy gjuhët, në shqipe dhe maqedonishte. Për sukseset që kanë arritur në lëmin e arsimit dhe edukimit, në punën prodhuese dhe aktivitetet tjera të lira, ata kanë fituar shumë mirënjohje, diploma, lavdrata, qoftë në kuadrin e garave komunale, regionale, republikane e tjerë. Por, siç thonë këtu, shpërblimi më i dashur për mbar kolektivin është shpërblimi 8 shtatori, të cilin për herë të parë e ndau Kuvendi Komunal me rastin e ditës së çlirimit të Dibrës dhe i cili në të ardhmen do të ndahet në mënyrë tradicionale. Edhe pse me lokal jemi ngushtë, një pjesë të aktiviteteve të lira e zhvillojmë në lokalet e Pallatit të Kulturës që gjendet përballë shkollës. Këtu gjithmonë hasim në mirëkuptim të plotë, prandaj edhe bashkëpunimi është në nivel, thonë në kolektivin e shkollës. Pra, në emisionin e sotëm, fëmijë të dashur, do të keni rastin të shihni e dëgjoni pika të ndryshme muzikore, letrare, me të cilat do të paraqiten moshatarët tuaj nga shkolla fillore Vllazërim Bashkim, si dhe nga shkolla e ulët ritmike muzikore, e cila punën e vet e ka filluar para 2 vjetësh në lokalet e Pallatit të Kulturës në Dibër. Jo dëshirojmë arktim të këndshëm. Turkeshi, në shkollën e ulët ritmiko-muzikore ushtroj që 2 vjet me arsimtarin Mensur Golja. Sot kam përgatitur 2 ushtrime nga libri fillestar numër 71 dhe 72, Floriri i Nënës dhe Loja Suedeze.
tregim I gjyshit Marko. Në një shtëpi të vjetër, të fshehur në pyll, gjyshi Marko një tregim po kallëzonte. Më jep një zjarë ta ndez lullën o fëmi, do t'ju tregoj këngë që kur si keni ndi. Kur pranvera fëmijëve u përkëdel të ftyrat, nga shpend e hekurt ajri u trondit, të gjithë vendin njegulla ka ploj, në male të vrejta ka tunde shkrumoj. Rrog të mjeruem në hallka të shënguem, britmën e sorës sunqme mbi kry e dëgjuem. Kur era fërshëlloj, të mershëm një herë, në pyll një trim në kal u duk për një herë, dhe lullet e bardha bëshpëritën atëherë. Kur do t'jetë ai? Tito u dëgjua, në atë qash shumë njerëz në hekra të rënduem, me shpinët të krusur në pyje kanë kalue. Gjethi nuk lëviz, shpizët nuk ndojnë, dvrandër tecin lotën dzehta lëshojnë. Titon ngriti krye dhe mriti balin, kundër armikut trimërish nga ukalin, me shpat si murtaja, trant e degër, I shpërndau tujt në pyllin e erët. Në male të gjelbërta njerëzit me gëzim, u nisë në lufta për shlirim. Luftojshin ata, drizi fërshëllonte, për heron Tito, që burërish luftonte. Një mëngjes të bukur, liria agoj, mbi krena tona fletët I zgjeroj. Dhe fëmia eshti në natën e ëmbël, lot në shueniet, në të mbrëmjes njerim, për djemt e vra e shtrim. Mbi lulet e fushës, ende han e zbest, si stuhi e gjëmim, u përhap jehona e pushkës parë si betim. Armiku u trëm, e shkunja o shëm, nga kënga e re, e plumbi rëfe. Dhe lufta filloi, të mesisht e përgjakshme, në përleshje, në zjarë, lufta na bashkoi. Sërb, Kroat, Malazes, Macedonas, Turq e Shqiptar, ishim të përqafuem në flamur të vllazëruem. Antarët më aktiv të grupit letrar pranë shkollës fillore shfaqën dëshirën që të prezentohen me punimet e tyre letrare. Por para se të dëgjojmë punimet e tyre, kishim dashur që shoqja Mirushe Kloboqishta të na njoftoj mbi aktivitetin dhe punën e këtij grupi letrar. Urdhëroni. Grupi letrar pranë shkollës sonë mban emrin e patriotit dhe prozitorit të shquar revolucionar Dibran Hakis Tërmilli. Ky grup letrar është formuar para 9 vitesh. Gjatë kësaj periudhe, grupi letrar ka treguar aktivitet të gjerë dhe të shumëllojshëm. Në çdo vit shkollor, grupi letrar ka pasur numër mjaft të madh antarësh. Kujtoj që nuk është e tepër nëse I përmendis disa prej tyre, të cilët tash për tash janë më aktiv dhe të dalluar. Di prej këtyre janë Hekuran Duka dhe Gjines Shajnovska. Përveç këtyre, mjaft aktiv kanë qenë edhe plot të tjerë. Një ndër aktivitetet më të rëndësishme është padyshim botimi I revistës Shkëndia, e cila është një pasqyrë dhe dokument I krijimtarisë sonë letrare. Më në fund të shtoj edhe atë se grupi ynë letrar është vatër e bashkimit dhe vllazërimit, sepse në të punojmë e krijojmë së bashku letrarët e vegjël shqiptar dhe maqedon. Quhem Hekuran Duka, jam antar I grupit letrar. Sot për ju kam zgjedhur poezinë time Tito. Tito, pëllumb I bardh I vegjëlisë, Tito, ylli I zjarrt I partisë, Tito, simbol I lartë I rinisë, Tito, luftëtar, hero I Jugoslavisë, Tito, djell I ngrohtë I lirisë, Tito, fytyrë e ndritur e ardhmërisë, ti qe dhe je I pari kudo e kudo herë, ti je lulja e parë në pranverë. Ti luftove për kombe e kombësi, ti përpiqesh për pal u lodhur për barazi, me ti jetojmë në paqë e liri, të duam të gjithë, pleq të ri e fëmi. Se vi kam Shejnovska Junior, za danas vi se predstavljam sva moja ta prva I može bi neomiljena lična tvorba Tatkovino. Mesto sonce da te gre I topla bratska ljubav po tvoje to nebo da se sle,
тебе со куршумите облини пријател од клет, кој сакаше да го покори тебе и целиот свет. Зар не видовте, браќа, како и беше на нашата татковина мила, во прашини чадови беше се целата свила. Со тешки рани и скршени срца се здружија тој ден твоите синови смели и тргна во борба за правда и праведни цели. Со нивната храброст, о татковино мила, ти сега во братство цутиш и сите во тебе ја сакаме честа, зашто братството владе на сите места. Татковино, биди среќна и живи, живи во срцата на младоста што цвета, гордост ќе ти бидам низ вечноста и многу, многу лета. Faleminderit. Quhem Hatice Vojka, jam antare e grupit letrar. Unë për sot kanë zgjedhur vjeshtën time Ibe o heroin, kushtuar heroinën sonë të Dibrës, Ibe Palikuqa. Ibe Palikuqa, heroinë Dibrane, me shoko e me shoqe dole partizane. Ty o heroinë, luftove për liri, që populli sot të ketë lumturi. Ty o luftëtare, luftove si bur, nga armiku gjaksor nuk u trembe kur. Me armë në dorë, ra e për liri, o Ibe Palikuqa, partizanëve u ke pri. Ju faleminderit, unë besoj se në këto fletushkat tuaja gjenden akoma poezi të bukura. Me urore lule
kolma